është e vërtetë që një person ka desh të më thonë kishe me ndërmjetësu me arrit pajtimin ndërmjet dy familjeve? Po, unë nuk e kam më problem. Arber Gashi, unë e kam shok edhe për para saj me u pakzu. Apo më thënë, edhe a i ka orë të na, edhe ka orë dhe mas ju pakzu, po Arbre mas pakzimi nuk u po ma shqiptarë se që ka qenë. Njëjtë. Shqiptarët sikur ka qenë atëre para pakzimit, sikur ta që meriton durat e rritjet mova. Prandaj, unë do më thonë e kam pritë si atëre si tash. Aje ka ko emnin Arber, vetë fjalla Arber t'jep me kuptu ma shumë ti, do më thonë, ka dikush që ka emnin Hasan, aje ka Arber. Po, e qka aje ka orë, do më thonë? Edhe ka orë dhe unë i këmë thosh ka fëllë, se kom me full, s'o problem, fëllë me këndush. Edhe hajdu të na kush duhet me full. Na nuk jemi kunder pajtimit, kunder afrimit me njëzë. Bravo. Na jemi për afrimin me gjithë vërtetën. E vërteta duhet gjithë ku do që në fund pusit me ndjerë. Ja, që ta është dolmi edhe shpikojme edhe mije se që shka orë deri të pasujet që i ke posë, po para se me dole aty, burgin e ke mojtë bashkë me Hoxhë Shevqet Krasniqi? Me Hoxhën jam konë 2014 një dhumë. E të ka shti me lezu Kuronën, a? Jo, tha lexoj Kuronin, nëse nuk e lexoj Kuronin nuk je musliman. Unë thash jam musliman. Po, që kom lexu Kuronin, po bima një e lexoj. E mora me lexu edhe kur e mora, aty po shkrujke Zoti i madhreshëm, i gjithë me shershëm edhe fuqi plot. Edhe i thash Hoxha, a është Zoti i madhreshëm? Po. A unë gjithë me shershëm? Po. A ka fuqi? Po. A mnin mu që po flas? Po. Tash me çapi përzihesh Zotit. Bravo. Përzihesh Zotit, ai pidi ka tanë. Ai pidi ka krejtë, që du bëshkru. E vërtet. Çka tha Shevqeti tani? Jo, tha këtu ki mirë. Thavi du të mi lexu krejtë. Fillova unë me lexu krejtë, edhe kom lexu, domethënë po është një libër, Kurani është një libër jashtëzakonisht e fuqishëm, jashtëzakonisht për besimtarët musliman. Edhe unë kam emrin nga ne. Po unë jam shqiptar. Po djemtë të mi, unë ka emrin pe fillimi, Mariguna me e modhja. Rilend, Valdren, Valën, Arblind. Nga Gane, i kam bo këtë emna Shqip. A ka gjuma taksirat, për shemull, se mi posë emnin nona Teut, e baba Agran, e djali Amar. Sko. Taksirat, nuk e di dëmë thonë. A ti emrin transcendral? Po, dëmë thonë, unë e kom bo emnin pej musliman, Shqip, e kom qitë emnat e mi, edhe tonë janë musliman, minja mi. Po emnat e ka Shqip. Nuk diskutuhet e po. Tash, nëse mija në gjesin mive të vetë emnat Amar, Magar, qaj bjen kja? Kusheq. E ti do më unë ti qëndroj pas ka unë emrin për? Unë qëndroj emrin tem, qëndroj kur kajt miljardat e botës me midhon nuk e ndroj. Pas fejen? As fejen nuk e ndroj, sepse unë e fejen, nuk e kumbo, unë e kum gjetë. Bravo. Fejen drejme unë nuk e kum gjetë, po një problem që unë e kam kërku me gjetë në katën temin, e kum gjetë edhe ato. Kur ka arë Turqia, shenimet për neve janë hup, janë djek, janë shkatru, edhe vorët janë prish. Dhe më dhënë, gjitha vorët që kanë qenë ma herët janë hup, s'ka më gjurën për shkak se i ka shkatru Turqia. Tani unë kom fillu me hi nga unë me këshyrë dhe ku përshkujna, ku mujna me mrim rapa. Për shemull, unë e kam emnin nga ne, baba jeme ka emnin Adem, bab gjyshi Halil, katra gjyshi Adem, Hysen, dhe kom marrë deri në fund me gjithë një farë sakakun e kullës. Dhe më thonë edhe i kumë vetë në ata bletun, pse i thujnë sakaku i kullës, tha e ka enë otin një kulla, ka ku i kulla atere. E ka në ka posë djole e kulla një pepen, të është na ka kumë bitë e pep kullës. Dhe të tëtë na pas kem qenë besimtarë të fejës katolike. E vërtet? Po, unë edhe tishtë, apo flasë u Shqip? Po, pra. Qa përna lidhë? Me Arbrin. Gjua, kumbi, gjokë. Qa përna lidhë me Tumen, për shemull? Gjua, kumbi, gjokë njëjtë. Po na lidhë një gjua jonë. Ska fjallë. Nëse nuk ka pos kumbe në kuën e Turqisë, ka pos gjumë. Nuk diskutohet, gjua u para herë. Gjitha ta popi që kanë folë gjuën e vetë, janë morë vesh ose kanë folë gjuën sërbë, ose gjuën shqipe, ose gjuën greke, ata e në ko greke, se kanë folë greke, këta kanë folë sërbisht e një ko sërbë. Ne e kemë folë shqipe, jem ko shqiptar, ose i lirë. Dhe tash, me si përna lidhë gjua, unë e di edhe një diçka tjetër që është shumë rëndësishme se për para se me shku në gjami, njeri mësot me full Shqip.
Nuk, është e pa diskutueshme No, kjo. Po s'ka fjalë. Do të thonë, para se mu bë musliman të kosh shqiptar. Se po mëse kam me Zoti na ka lind shqiptar. Po na ka lind, na ka po Zoti shqiptar. Fenë kena zgjedh. Besa ti beson Zot shumë se Zoti ka fshtu. Po, mos me pa pas drejt sepse kërkon vetë drejtin Zotin i madh. S'ka Më fjalë. kanë ndihmuar se kum pas drejtën e Zotit për mas vetë dhe më kanë ndihmuar dhe Bravo, jam i lumtur me mendimin. Po pëlqen shumë që domethënë beson në një fuqi. Jo, unë besoj në Zot, besoj edhe më shumë se do të shkojnë më fal. Se ata që shkojnë më fal e rrenë edhe Zotin. Si dalin bëj aty të bojnë qia, unë as nuk pi raki, as nuk pi doan, as nuk bëj punë, as nuk flas më shpinë për kërkan, unë flas vërtetën ato që për atë, për atë të sa televizor. Një njeri që e rren tjetrin në flet, e përgdhel për parasyve, mashtron mas shpinë, ai nuk ka për mua kur fal shqiptar. Hey, një farë shani gjeci, bazën shani e përmen shumre. Regjia nëse ka mundësi një fata dje na hun me ta shumë. Ç'është ky? Bazën shani. Allah e ka vjera. Na kanë ndodhur në 2001 dhe kur më kanë plagu mua dhe më kanë vrarë shok besimin e bekimin nuk ka me mua. Edhe do të shoh nuk kanë rrje dhe tonal këtë luftë. Pse telefoni ka në shtëpinë ti, ha? Për telefoni ka në shtëpi ti. Edhe i tha këtë se tani s'po flet për luftën atë tha, jo tha se s'po du me ja vlendu rran. Bravo. Tha Hey, kisha po do të më shua ta rran të doktorit. Kisha po një dartëkitje të fortë, një përshëndetje për bazën